janë disa kandidatë, për shembull, në Lezhë, për shembull, na kanë ardhur për Olsimanjan, që ministrin e drejtësisë në një vend që drejtësia këtu s'ekziston, por Dibra, për shembull, atë se voton fare dhe po të ishte në listat hapura, sepse ky është në listat mbyllura, po të kishim Olsimanjan në listat hapura, do merrte vetëm një votë në Lezhë, do merrte votën e Pirin Ndreut, të kryetarit bashkisë që po i përgatit fushatën, apo kandidatin e Partisë Demokratike, Gjek Marke, që s'ka lidhje me Lezhën fare, se din as ku ekziston Mirdita, apo Kurbini, apo Lezhë, sepse s'është ndalë asnjëherë në qytet, o ka shku në Bregdet me hangër peshk, ose s'ka kalu fare nga Lezhë. Pra, këta kandidatë që reciklohen në përçarje të ndryshme janë figurat e djegura politike dhe politika i mban sepse i ka si patronazhist, i ka njerëz urdhëros të autokomanduar, nuk kanë një karakter politik të drejtë për prezantuar qarkun e tyre dhe në këtë rast kryetarët i reciklojnë sepse i kanë si punë sklavit politik. Në fakt, ju keni qenë... Dhe zgjidhja ime për çan qarkun tim është kjo, sepse unë dua Lezhën, dua Mirditën, dua Kurbinin, dhe kjo është ajo që e bën që të jem në politikë në qarkun tim dhe askund tjetër. Dhe pikërisht në qarkun e Lezhës, ju keni fituar dhe një mandat në legjislaturën e vitit 2013, por në fakt, sigla ishte ndryshme nga ajo që garoni këtë vit, ishte ajo në Partinë Socialiste. Pse pati një bjerje politike mes jush dhe kësaj force politike? Kjo forcë politike dhe ajo nuk quhet Partia Socialiste më sepse s'ekziston Partia Socialiste, është një klan që quhet Rilindje. Atë kohë unë besoja fort tek rotacioni sepse zoti Berisha me zotin Meta kishin ezauruar mundësinë që t'jeshin përfaqësues të qytetarëve, duke qenë se u kap me presh në dorë zoti Meta me blok në dorë, duke vjedhur qytetarët dhe duke ndruar elektricistat nëpër qytete të ndryshme me një blok me shifra të ndryshme. Dhe patjetër që dëshira për rotacion dhe dëshira për ndryshim politik ishte e madhe. Ishte vetëm kjo, jo në faktin që ju besoni te kjo forcë politike që mund të ndryshonte diçka? Kisha besim se do të ndronte diçka sepse programi i asaj kohe ishte shumë i mirë. Kisha besim sepse duke qenë se grupimi ishte një rini në atë kohë, sepse tani kanë kaluar 12 vite, po ishin të gjithë 45 vjeçë e poshtë, të gjithë përfaqësuesit dhe kjo mendoja se mund të ishte një risi, sepse gati u ndru dhe emri nga Partia Socialiste Rilindja asaj kohe. Dhe dëshira që bëjmë diçka dhe për vendin, sepse ne jetojmë si emigrant që 92-shëm dhe falë nesh, sot kemi pas një ekonomi të qëndrueshme në këto 33 vite, falë emigrantëve. Dhe mendoj se emigrantët du t'jenë dhe kontribuesin në politikë, patjetër. Dhe fati mirë është që tani kemi dhe votën emigrantëve, fati mirë është që ka shumë emigrantë që kandidojnë. Në koalicionin tonë janë mbi 60 kandidatë që janë nga emigracioni, vetëm në qarkun Lezhë kemi 3 emigrantë që jetojnë në vendet të ndryshme të botës. Pra, bashkimi me këtë, jo se më përputhë idealet mia, sepse unë s'jam i majtë, unë jam nga një familje përsekutuar, por për një ndryshim politik të asaj kohë, sepse mendoj tek rotacioni, mendoj tek ndarja pushtetit, mendoj si çdo qytetar që dëshiron sot, sepse jemi në rrugë, sepse sot është marrpeng Shqipëria. Dhe mendoj edhe tek rotacioni i 11 majit se qytetarët të binden se pa rotacion dhe pa ndryshim i këtyre figurave të korruptuar politike nuk do kemi zhvillim, nuk do integrohemi në Europë. Pse vendosët të shkëputeni pikërisht nga kjo forcë politike në 2017? Cilët ishin ato faktorë që nuk ishin një piktakim më të përbashkët mes vizionit tuaj dhe vizionit të kësaj force politike? Është edhe një diçka veçantë sepse unë s'kam qenë kurrë edhe antar i Partisë Socialiste dhe unë kam qenë gjithmonë antar i Demokristianëve. Dhe nuk kam vendosur momentin që këta erdhën në pushtet, këto vendosen të bëjnë totalisht kundër programit që ne prezantuam, për shembull një pikë. Në programin e kishim që do falshin kamat vonesët e dritave që nga data që nga qershori 2013 dhe mrapa do falshin kamat vonesët dhe qytetarëve do u jepet një mundësi që të paguajnë dritën nga kjo datë mrapa me kushtet mira tregu. U bën kundërta, ne u prem dritët gjithë shqiptarëve. 2013-ën i arrestuam një qytetar nga Lezhë vrau veten 40 vjeç dhe la 3 jetim në rrugë për
energjinë elektrike që i kishin për drita dhe i kishin lënë një faturë 17 milion lek dhe penale për burg. Pra, bënë gjithçka kundër sistemit që ne kishim programuar dhe propaganduar gjatë fushatës dhe kjo ishte shkputje e domosdoshme dhe e detyrueshme për mua sepse dolem jashtë asaj që unë konceptosha që do të bëshim mas qershorit 2013. Pra, dhe po ta shohësh tani Shqipëria që ka ngel në një sketer politik, sot s'kemi drita akoma, unë jetoj në një fshat që quhet Manati dhe të paktën sa herë bie shi nuk ka drita dhe këto 15 ditë ka 2 herë shi, 2 herë kemi një pa drita. Pra, kjo është ajo që pretendojmë mas 33 vitesh që të kemi drita, ujë, rrugë dhe shëndetësi falas që s'ekziston, siguri s'ekziston, vrasjet që janë makabre nga mjesit e ndarë dhe bashkëpunimi i policisë me vrasësit dhe me bandat, kjo ka qenë këtë vend falë kësaj politikit korruptuar 33 vjeçare. Dhe këto 12 vite kanë qenë sketeri më i madh i historisë shqiptare. Më thatë pak më parë që jeni emigrant, më folët gjithashtu edhe për votën e emigrantëve. Sa mendoni se do të ndikoj vota e emigrantëve në këto zgjedhje? Mos u gabosha shifra eksakte, mos u gabosha. Referuar dhe faktit në fakt që nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Italia aty ku dhe ju në fakt jetoni, ka numrin më të madh të regjistruesve në platformën PER. Mos u gabosha, janë 240.000 qytetarë që janë regjistruar në gjithë. Shifra jashtëzakonshme pa llogarit sepse prapë është shumë e vogël sepse jetojnë mbi 2 milion shqiptarë në jashtë territorit të Shqipërisë. Por gjithsesi për herë të parë është një rrisim të vërtetë jashtëzakonshme dhe e kemi prit tash 30 vite këtë ditë. Do ishte katastrofike që këto emigrantë që u larguan nga qeveria Rama dhe nga qeveria Berisha, sepse nuk është se këto janë larguar vetëm nga qeveria Rama. 15 vite ka marrë Sali Berisha këtë pushtet dhe 15 vite ka marrë Partia Socialiste. Dhe që janë larguar këto 2 milion shqiptarë është që nga data 1 e demokracisë. Dhe të mendosh se mund të votojnë prapë këto 2 figura që unë i kam quajtur me të vërtet në thelb janë të njëjtë, sepse kanë të njëjtat karakteristika, po ti marrësh në thelb antikombëtar, antishqiptar, antidrejtësi, antiekonomi, antishëndetësi, antiarsim. Si shpjegohet fakti që sërish ndër vite mbeten sërish 2 forcat më të mëdha politike në vend? Sepse kanë ndërtuar një mit të gabuar dhe qytetarët vazhdojnë bëjnë tifozllëk politik dhe jo politik. Shqiptarët akoma votojnë për mite, për njerëz, është sikur bësh tifozllëk Barcelona, Milan. Këto bëjnë PSPD shqiptarë dhe duhet të ndrojë ky sistem sepse vota nuk është për këto mite, vota është për familjen, vota është për drejtësinë, vota është për arsimin. Cila mendoni se mund të ishte qasja e duhur ose ndonjë strategji për të ndoshta për të zbehur pikërisht mitin e atyre që forcave politike që janë më të mëdha në vend? Unë mendoj se data 11 maj do i shkëputej një herë përgjithmonë shqiptarët nga këto 2 mite. Janë këto pritshmëritë tuaja? Absolutisht po. Dhe jam plotësisht i bindur se Koalicioni Atlantik do të jetë shtet formuesi i qeverisë ardhshme. Dhe jam plotësisht i bindur se shqiptarët nuk kanë një rrugë të dytë më, kanë një rrugë të tretë. Në këto 30 vite ne kemi pas 2 rrugë, o PS, o PD, o Berisha, o Rama. Ne kemi Ramën që në 2000 në pushtet, që ministër arsimit, ministër kulturët, njëri me pak kulturë që ka pas kombi, kryetar një bashkie për 12 vite, kryeminist për 12 vite, pa ka 28 vite që është në pushtet. Po ashtu kemi Berishën që nga 92 sot se ka lëshu pushtetin qoftë edhe në pozitë, sepse është problematikë si në pozitë dhe në pozitë, gjithmonë. Pra kemi këto 2 individ që po ti marrësh në thelb si zëtharë dhe parë janë të 2 një lloji. Në kohë lufte, Berisha ndihmoi Miloševićin për të vrarë kosovarët, duke shkel embargon dhe furnizimin naftë me armë. Në kohë paqe, Rama ndihmonte prapë Serbinë politikisht dhe kundër qeverisë Kosovës me gjithë komunistët problematik. Pra, kemi bandat e zotit Berisha që nga 92 dhe i rriti e i bani bandat fuqishme deri në 2013 dhe ja kaloi bandat kryeministit Rama dhe i përdor ky tani. Këto kanë këtë kupol të përbashkët, antishqiptarizmin dhe bandat dhe kriminalitetin e kanë të përbashkët. Dhe kjo është që duhet ndahen shqiptarë nga të 2 banda, siç e ka thënë dhe ju i Rakipi në emisionin e tij. Pra këto janë 2 banda të rrezikshme që e kanë coptuar Shqipërinë, e kanë shit Shqipërinë, i kanë vrarë shqiptarët
vazhdojnë të vriten shqiptarët falë këtyne dy bandave, qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht. Ne sot quhemi shtetin narkotrafikantës. Një popull, unë e gjë në për çdo vend që shkojnë në për Europa, jashtë Europës, sa herë unë ndalem, kontrollohem, si jo qytetar tjerë, sepse sa të shohin pasaportën shqiptare, thotë sigurisht diçka ka me veti. Sigurisht nuk është qytetar i ndershëm, sepse na quajnë sigur çdo shqiptar është narkotrafikant. Jo, është pushteti që e ka shumë këtë drejgje. Banda rilindjes, banda Zotit Berisha, se banda tretë tani ka përfunduar, se banda Ilir Mec e kemi në burg dhe s'po llogarisim fare, por ne shpresojmë që edhe këto dy banda të bëhen një trekëndsh në 313, siç është bëma kjo fraza e famshme 7x7 313, të kemi 3 kryeministë në burg, 3 presidentë në burg, dhe të kemi si pikë turistike që të shkojmë këtë 313 dhe të shohim këto 3 individ që kanë drejtuar Shqipërinë dhe shqiptarët të shohin si të kopshti zoologjik që kemi këtu në Tiranë 313-ën. Me që dolet pikërisht tek Zoti Basha, çfarë ju bëri të besoni që të garoni në këto zgjedhje pikërisht në siglën e koalicionit Euroatlantik? Mark këtu shkas t'ju bëj këtë pyetje për arsye se Zoti Basha është testuar si opozitar në fakt në krye të Partisë Demokratike për dy legjislatura radhasi, por nuk i korri dot frytet politike për të ardhur si kryeministër i këtij vendi. Çfarë mund të ndryshoj në këtë legjislaturë të këtij viti? Kur Zoti Basha ishte kryetari i opozitës, edhe unë kam qenë në disakord për shumë gjëra me Zotin Basha, por duke qenë se problemet e brendshme të një force... Cilat janë të përbashkëta dhe ato ndasi që mund t'ju... Problemet e brendshme të Partisë Demokratike janë shumë komplekse dhe nuk jam gjendje unë t'i shpjegoj, po shoh si i jashtëm i Partisë Demokratike. Dhe shoh që lideri Berisha se ka lënë kurrë Partinë Demokratike, dhe pse ka ndërheqën dhe ka qenë gjithmonë një kryetar në heshtje, nën tokë, siç ka zakon ai me bën të punë të veta. Dhe po të marrësh një intervistë të Zotit Berisha që ka dhënë mos u gabosh në 2021-shin, mas zgjedhjeve që humbi Partia Demokratike, e thot me zonë figurë. Jam shumë i lumtur thotë që humbim zgjedhjet dhe si fitoi Partia Demokratike, do të thotë si fitoi Edi Rama. Pra, teknikisht bashkëpunimin e ka me Ramën. Dhe Zoti Basha patjetër që dështimin tek forca e tij politike nuk e ka pas, sepse s'është karizmatik, s'është një qytetar i nderuar, s'është një politikan i thekur, s'është i studiuar, është një emigrant edhe ai, sepse është rritur në migracion dhe ka ardhur në Shqipëri edhe për të kontribuar. Unë di paktën 2 detyra që ai ka kryer me shumë sukses. Ministri i jashtëm dhe ne kemi liberalizim vizës fal ministrit jashtëm, sepse pavarësisht se flamurin e merr gjithmonë Berisha, sepse ku ka suksese me rej, po ku ka dështim, forcat i javë të tribon qerve. Ai gjithmonë për veti fol me relata të mëdha, por për tjetër është gjithmonë dhe ne sot kemi vizat fal Zotit Basha si ministri i jashtëm. Kemi një rrugë kombit, ku ishte ministri i infrastrukturës, që në atë kohë ishte Shqipëria kishte rrugë dhe një autostradë që lidh 2 kombe, që di popull se ne jemi një kombë, se Kosovë Shqipëria është një kombë, po lidh 2 krahina të Shqipërisë, që ishin të pa arritshme mbi 20 orë. Ishte kryetari një bashkie që është Tirana, dhe projektet e tij sot Zoti Rama krenohet, sepse po i zbaton projektet e Zotit Basha, që i ka bëraj, por në atë kohë duke qenë se ishte kryetari një opozite fondet zero, se ja kaloi gjithë Erion Velis, saqë edhe gruaja kishte bler rroba 860.000 euro vetëm rroba me online. Pra fondet e shqiptarëve ishin këto, po t'ja kishin dhënë bashkë dhe kishin përdor jo për rroba, po të kishin përdor për një rrugë, pra. Dhe së shemi qoftë edhe një ndërtesë të qytetarëve të Tiranës. Janë shem mbi 3.000 shtëpi në qytetin e Tiranës. Për oligarkët, për investimet të gabuara, për mënyrat ndryshme, janë pa shtëpi shqiptarët, kanë investuar një jetë në Tiranë, kanë ndërtuar një shtëpi dhe kjo ka shem dhe u ka dhënë një bonus qerajet, saqë sot janë shqiptarët mbi 3.000 familje se sot gjenden pa shtëpi. Pra, këto 3 pika për mua quhen pika njerëzore për një politikan, që i ka bërë me shumë korrektësi. Ne nuk mund të themi se ka dështuar Zoti Basha, sepse se kemi provuar asnjëherë kryeministër. Ne duhet ta provojmë, shqiptarët duhet ta provojnë kryeministër, Zotin Basha, sepse derisa ka qenë i suksesshëm këto 3 pika, mendoj se edhe në këtë detyrë, pra kjo është detyra dhe kjo më ka bashkuar me Zotin Basha.
ai ka një vullnet të jashtëzakonshëm, është i besuar në Bashkimin Evropian, është i besuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, arriti të bëjë atë që se ka bërë kush në Partinë Demokratike, të largohej nga Partia Demokratike zotin Berisha, ta përjashtoje. Dhe patjetër, masën Berisha, duke qenë se është një luftetar i egër, e sulmoi Partinë Demokratike, origjinal sigurisht sulmuar Kalaja Krujës, lufta famshme Ballaban Pasha kundër Gjergj Kastriotit. Pra kjo ishte një ndër gjërat më turse që mund ta bëjë një lider politik që mendon se kjo parti ishte shpresa shqiptarëve. Kjo sulmoi me çdo mënyrë një luftë civile midis një partie dhe këtë e bën vetëm Berisha, se bën askush tjetër kaq mirë luftën civile, se bën në 97-ën, sa herë ka dëshë të ka bërë luftën në Shqipëri. I ka hik momenti sepse është 82 vjeç fati shqiptarëve sot, se po të ishte i ri, do të dishte Shqipërinë prapë, sepse është shumë i aftë. Si e shikoni hartën e partive politike në parlament pas zgjedhjeve të 11 majit dhe cili mund të ishte këndi i partive politike të reja, ata që janë krijuar rishtazi? Ne, si popull, pretendojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është padiskutueshme se jemi pro-europian. Është padiskutueshme se jemi pro-amerikan, një popull më pro-amerikan që ka planeti, po ta marrësh në këtë aspekt. Dhe duke qenë se koalicioni euroatlantik këto dy pika i ka të jashtëzakonshëm mbështetjen nga Bashkimi Evropian, saqë dhe qeveria gjermane, CDU-ja, na ka certifikuar programin që është programi më i mirë që është krijuar ndonjëherë në këto 33 vite. Dhe kemi një aleat të jashtëzakonshëm qeverinë gjermane dhe CDU-n. Kemi një aleat të jashtëzakonshëm që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti i Shtetit. Pra, nëse qytetarët e Shqipërisë kanë këto dy bindje dhe i kanë dhe janë plotësisht të bindur, programi jonë është i vetmja shpresë, skuadra jonë është e vetmja shpresë dhe unë e shoh Shqipërinë koalicioni euroatlantik nga veriu në jug, nga Vermoshin Konispal. Dhe jam plotësisht i bindur se do bëjmë qeverinë më të mirën për shqiptarë dhe për kombin. Meqense përmendet hyrjen në Bashkimin Evropian, besoni te kjo kartë e zotit Rama në këto zgjedhje për të futur Shqipërinë në 2030 në Bashkimin Evropian? Këtu ka dy gabime themelore. Herë shqiptarët kanë nevojë për pasaportin evropian, se ne jemi gjithë në Europë. Po të marrë shqiptarët, jetojnë çdo familje ka fëmijë në Europë dhe kemi ndërtuar gjithë bashkimin familjar dhe edhe prindërit e mi në Europë jetojnë, janë me dokumenta italiane. Çdo shqiptar i ka bërë me dokumenta italiane, gjermane, apo kudo që jeton. Dhe gjithë shqiptarët përveç politikës, askush s'ka me të pahin në Europë. E vetmja gjë që ka me të pahin në Europë, politika korruptuar, sepse se pranojnë dot Europa një qeveri kaq të korruptuar. Dhe viti 2030, Bashkimi Evropian se ka vendosur kot fillimin e negociatave. Sa ato kanë rënë në pikë të hallit dhe me këtë pjesë për të na integruar në Europë. Se nëse shqiptarët do votojnë prapë Edi Ramën, do thotë se në 2029 kemi zgjedhje të tjera dhe fillon prapë negocimi për 2034. Pra, nëse do jetë Rama, do kemi 2034 fillimi. Pra, kjo do jetë strategji e Bashkimit Evropian. Sa i përket pasaportës europiane, është një diçka jashtëzakonshme sepse në 2013 premtoi ujë të pijshëm dhe 300.000 vende pune. Po ashtu e bën edhe në 2017 ujë të pijshëm dhe 300.000 vende pune. Po ashtu e bën edhe në 2021 ujë të pijshëm dhe 300.000 vende pune. Teknikisht, tani u thot do t'u jap dhe pasaportën, sepse ujë të pijshëm s'ka, punë s'ka, ato 300 për 3 janë bën 900.000 shqiptarë që kanë hik nga Shqipëria se punë s'kan gjet, dhe tani duhet t'u japi pasaportën evropian që të pijnë ujë dhe të punojnë në Europë, sepse këtu si kanë këto kushte më. Pra kjo është ideja e pasaportës europiane, jo se është një kartë për të luajtur për shqiptarët. Shqiptarët s'duan pasaportë europiane. Shqiptarët duan arsim, sepse një vend pa arsim është i dështuar dhe koalicioni jon ka një strategji të jashtëzakonshme për arsimin. Shqiptarët duan shëndetësi, po s'mund të quhet shëndetësi falas, siç e thot ai, dhe falas ke vetëm vdekjen. Një shëndetësi të qëndrueshme që t'i ofrosh me të vërtet kushtet të sëmunit, jo t'i thosh sëmunit i ke pro ilaçet me veti dhe të shërim ne. Siguri që policia të jetë profesionale, po jetë bashkëpunojë me bandat, siç e kemi një gjuhë në Shkodër, siç e kemi një gjuhë në Lerë, sikur që kemi një gjuhë në Elbasan që shefet e krimeve u japin adresat për me vrarë njëri tjetrin. Një siguri për qytetarët se po vritin njerëz të pafajshëm, siç u vra e qifti në Shkodër, siç u vra kamarierja në Kamz, siç u plagos qytetari në Rëshen, se sot është pa dorë. Pra kemi një siguri cop, sepse policia është e kapur nga krimi, sepse njerëzit kryesorë të ministrisë janë pjesë e kriminalitetit.
dhe t'i sigurojmë Shqipërisë ujë me të vërtet dhe infrastrukturë. Sepse po të marrë Shëngjinin, ky krenohet me një rrugë që ka bën nga Velipoj marrë Shëngjin, po gjitha rrugë shkojnë i përfundojnë në qenë Shëngjinit dhe s'ka një dalje. Nëse vjet qyteti Shëngjinit kishte një problem 3 orësh trafik për të hyrë apo për dalë nga Shëngjini, tani do t'i dyfishohet sepse do vijë edhe zona Malitzi dhe e Shkodrës, që do hyjnë me atë superstradën dhe do të përfundojnë të mbytur në qendër të Shëngjinit dhe do krijohet një kaos. Por, zotin Docaj, a mendoni se fragmentarizimi i tanishëm i opozitës do të favorizoj sërish mazhorancën aktuale në këtë zgjedhje? Unë shpresoj që këto zgjedhje... Se nuk bët ju një koalicion të gjerë? Sepse po t'i marrësh forcat që kanë lind në disa pika, si që është për shembull Erlin Qorri, është pjesë e Partisë Socialiste, si që është Zoti Llapaj, janë njerëz të dalur ngushtë nga Partia Socialiste, nuk janë njerëz që karrierë e tyre ka qenë tek mjafti, tek Soros, tek... Pra po thoni se janë zgjatimi i Partisë Socialiste? Është blush i radhës apo Kreshnik Spahiu i radhës, sepse për të kamufluar disa vota socialistës të paknaqur, mos largohen nëpër forca të tjera. Kjo është ideja e këtyre forcave të sapo lindur. Koalicioni Euro-Atlantik është e vetmja shpresë që kanë shqiptarët. Unë mendoj këtë rrallë shqiptarët duhet të ndahen nga 2 pika, nga 2 individ që i kanë dhënë Shqipërisë kaq shumë dhimbje dhe trishtim. Po ta marrësh historinë time që në 92-shin, sepse ne jemi familje djathtë dhe votuam Partinë Demokratike dhe atëherë votuam Sali Berishën si familje, pika e parë që ka ndodhur në familjen time, jam larguar unë me gjithë motrën. Jashtë sepse s'kishim as mundësi punësimi apo shkollimi. Vatuam Fatos Nanën, sapo bëri luftën civile Berisha në 97-ën, dhe pika 2 hiku motra tjetër me gjithë vllajën tjetër. Sepse deri në 2013 s'patëm as i shpresë. Votuam me Edi Ramën, dhe u largua dhe vllai funit, dhe ngelën prindit mi vetëm në Shqipëri. Pra, besoj se kësaj radhe nuk do ta braktisni zotin Bash. Gabimi i familjeve shqiptare, i prindërve tanë, edhe imi në 2013-ën, ka qenë sepse kemi menduar se këto njerëz që lindën nga Partia Punës mund të jenë vetëm shpresë. Këto janë një familje dhe botë e quhen familje kriminale. Duhet të ndahemi nga kjo pjesë që të kthejmë fëmijët tanë në Shqipëri. Vota për Euroatlantikët është vota për kthyer fëmijët tanë nga Shqipëria. Këto e kanë objektiv shpopullimin. 100 fshatrat që thot ky të suksesit të garantoj se janë shpopulluar 100 fshatra në qarkun e Lezhës. Jo zhvillim, por janë zhdukur, ishte në një fshat të Rajzez, ishte shkolla Han, s'kishte as dritarë, dhe ishte mbi 50 familje që jetonin në atë krahin. Se s'kishin shkollën, kishte për të shkuar në Rubik ose në Rrëshen, me fugona, me mënyra të ndryshme, pa rrugë, në Përlat, një rrugë që e kam gjetë para 8 vitesh një lloj dhe sot me kesh, dhe investimi kalon 15 milion euro që s'kanë bërë qoftë edhe një çmim, sepse ka falimentuar biznesi që ka qenë të punuar në rrugë, janë vjedh fondet dhe janë lanë fshatarë duke ndërtu urën vetë. Qytetarët e Përlatit kanë ndërtu urën vetë sepse u kanë prishur dhe urën që kishte që në kohë Partisë Punës. Gjojë se po bëjnë investime dhe kanë ndërtu urën vetë. Pra ne kemi një qeveri që se din ku e ka popullin e tij. Kemi një qeveri që se din ku i ka investimet e tij, sepse këto PPP-t kanë shkatruar gjithçka. Është vetmja krahin e Republikës së Shqipërisë, që është Lezhë dhe Mirdita, që e ka një taks për të hyrë në qytetin e tyre, 5.000 lekë. Edhe Kuksian. Autostrada ka dhe Jugu, autostrada ka dhe Durrësi. Pra, nëse një qytetar i Tiranës do të më shkojë me pi një kafe në Lezhë, do zgjedhë Durrësin sepse 5.000 lekë s'do i harxojë për rrugtim, se shkon me kosto zero në Durrës. Pra, është një diskriminim i kësaj krahine që nga 45 dhe deri në sot vazhdon të ketë njëjtën histori, diskriminimi qarku i Lezhës, i Mirditës dhe i Kurbinit. Ne kemi 80 vjet komunizëm. Ishin baballarët e tyre, gjyshit e tyre, baballarët e tyre dhe sot kemi nipat e tyre që ne po na masakrojnë familjen, po na masakrojnë pronat, po na masakrojnë ekonominë, po na vjedhin ujin. Kaqinarët duan t'i marrin dhe ujin e vaditjes, që sot protestojnë kaqinarësit për mbijetesë, sepse uji është mbijetesa. I hoqë ujit një fshati, si do jetojë fshat, do zhduket e fshat. Pra, këto po i zhduken në këtë mënyrë me këto projekte që Berisha ka firmosur në 2013 mbi 5.000 projekte në pak ditë në gjithë Shqipërinë, duke sot dhe i vend zbatim ky tjetri. Pra, ky ka firmosur dhe në zbatim i vend Edi Rama. Një mesazh fundi drejtuar elektoratit tuaj?
Unë du t'ju kërkoj qytetarët Qarkut Lezhë, duke qenë se unë e dua Lezhën po sa ju lezhjantë dhe dua Mirditën po sa duan mirditarët. Unë e dua Kurbinin po sa duan kurbinësit. Është vetëm shpresë se ne kemi të votojmë djemt tanë, siç janë në skuadrën tonë të koalicionit Euroatlantik, të votoni Eduard Ndocin, sepse do jem zëri i yll dhe s'do kem kur kompromis me votën tuaj, s'do kem kur kompromis me bandat dhe me politikën e korruptuar, do jem me të vërtet deputetit që ka nevojë keqarë. Votoni numrin 4, Eduard Ndocin. Zoti Ndocaj, faleminderit shumë për këtë bisedë, ishte kënaqësi dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të kësaj bisede, por tashmë do të zhvendosemi në një tjetër moment, do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegen Jonida Omeri, e cila ndodhet në njësinë numër 10, aty ku është ngritur dhe qendra e votimit elektronik. Jonida, të përshëndes, fjala për ty. Përshëndetje Ornela, po ndodhem në një nga qendrat ku është ngritur pra në rrugën Myslim Shyri në njësinë numër 10 në Tiranë, aty ku të gjithë qytetarët kanë mundësi të vinë dhe të testojnë votimin elektronik, pasi ashtu siç e kemi teksuar edhe më herët njësia bashkiake numër 10, por edhe bashkia e Vorës do të kenë mundësi që në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të votojnë përmes sistemit të votimit, por edhe të numërimit elektronik. Sa i përket të njësisë numër 10 janë rreth 40.000 zgjedhës, ata të cilët në parlamentaret e 11 majit do t'ju drejtohen pra të votojnë përmes sistemit elektronik, ndërsa bashkia e Vorës ka rreth 30.000 persona apo votues të cilët do të votojnë po në këtë mënyrë. Por për të rikujtuar për gjithë qytetarët, në fakt qoftë njësia numër 10, por edhe bashkia e Vorës nuk është hera e parë që votojnë përmes kësaj procedure, pasi edhe në zgjedhjet e vitit 2011, por edhe në zgjedhjet e 14 majit të vitit 2023, kanë qenë të qoftë njësia 10, por edhe bashkia e Vorës, ato të cilat e kanë aplikuar, po themi, këtë sistem votimi. Unë në këtë momente, Ornela, duke qenë se jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, po bëj edhe një testim, por duhet theksuar që për efekt të kësaj lidhje të drejt për drejt nga ana e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve është afishuar në ekran, po themi, ato skuadra të cilat janë skuadra futbolli dhe nga ana tjetër ata kandidatë të cilët do të jenë kandidatë në listë të hapur janë emra futbollistës. Pra ky është thjesht një demonstrim për të parë se si do të funksionojë apo për të parë se si qytetarët e njësisë numër 10, por edhe të Bashkisë së Vorës do të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Pra shohim që në ekran na shfaqen të gjitha partitë. Pra në këtë rast janë të gjitha skuadrat e futbollit nga 1 tek 11. Qytetari pasi e ka bërë këtë verifikim do të shohë që mund të zgjedh njërin nga këto subjektet politike apo koalicionet. Në këtë rast ne po zgjedhim një të çfarëdoshëm, pra një skuadër të çfarëdoshme për të bërë të mundur vazhdimin më tej të gjitha procedurave. Pasi e kemi klikuar, po themi, tek skuadra në këtë rast, do të shkojmë konfirmo votën. Me njëherë sa po ne konfirmojmë votën, Ornela, shohim që në ekran do të na shfaqet lista e kandidatëve pra të partisë apo të koalicionit që qytetarët do të zgjedhin në ditën e zgjedhjeve, pra ditën e 11 majit. Në këtë rast na janë shfaqur pra futbollistët, emrat e ndryshëm të futbollistëve që i përkasin, po themi, skuadrës që ne kemi zgjedhur. Po fillojmë me procesin apo me hapin e dytë, po zgjedhim një futbollist të çfarëdoshëm. Në momentin që e verifikojmë dhe është pikërisht futbollisti apo kandidati në rastin e zgjedhjeve të 11 majit që ne duam ta votojmë, atëherë ne kemi dy mundësi. Të printojmë votën në rast se hapi është i saktë ose të kthehemi pas për të ndryshuar, po themi në rast se do të ketë një gabim atë ditë, pra një klikim të një kandidati të cilët qytetari nuk e ka të preferuarin e tij. Ecim me procedurën e printimit të votës në këtë rast. Teksa presim pak qaste që vota të printohet, do duhet të theksuar se menjëherë në ekranin do t'i shfaqet po themi qytetarit, partia, një fletushke vogël përmban partinë, por edhe emrin e kandidatit. Pra, fillimisht, pasi të nis kjo procedurë, do duhet që qytetari për ta verifikuar do të shohë në rast se është partia apo kandidati gjithashtu që ai ka preferuar. Në rast se gjithë procedura është e saktë dhe partia apo koalicioni që ky fundit preferon apo dhe kandidati është zgjedhur në mënyrë korrekte, atëherë sërish qytetari do të rikthehet, do ta shohë edhe një herë të afishuar në ekran
partin apo koalicionin edhe kandidatin i cili është në listë hapur dhe është preferuar nga ana e qytetarit, në rast të gjithçka është në mënyrë korrekte. Atëherë do të zgjedhim opsionin përfundo votimin, por në rast se ne shohim që nuk është kandidati apo koalicioni që ne preferojmë, atëherë ne kemi mundësi të ndryshojmë zgjedhjen. Në këtë rast ne po ecim mëtej me përfundimin e votimit. Edhe me njëherë, Platushka zbret poshtë, edhe është pikërisht emri i koalicionit partisë, por edhe kandidatit dhe futet vota në këtë kuti. Do duhet të ritheksojmë për të gjithë të qytetarët të cilët do të kenë mundësi të votojnë përmes sistemit elektronik, pra ata të njësisë numër 10, por edhe ata të njësisë, para ata të bashkisë Vorës. Pra, pas kësaj procedure, për të gjithë qytetarët, ka edhe akoma një shans tjetër në rast se ata shikojnë pra që kanë gabuar në këtë proces, kanë akoma edhe një shans tjetër për të bërë mundur që ta nisin me edhe njëherë procesin nga e para në mënyrë që në zgjedhjet e parlamentare të 11 majit qytetarit të ketë votuar, po themi në mënyrë korrekte për partinë që ai dëshiron, por natyrisht edhe për kandidatin i cili ndodhet në listë hapur. Por do duhet theksuar se ka vetëm 5 minuta kohë qytetari që të qëndrojë përballë kësaj po themi pajisjeje, pasi për të shmangur nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo vetëm dhe autoriteteve të cilat do të jenë në terren atë ditë, për të shmangur radhët e gjata, qytetari do të ketë 5 minuta kohë për të votuar dhe për të kryer të gjitha procedurat të cilat edhe i treguam pak më herët. Gjithashtu do të theksuar se sa i përket qendrave të testimit. Nga testimet e deri tani kanë hasur problematika qytetarët dhe sa i lartë ka qenë interesi tyre për të ardhur dhe për të testuar pikërisht paraprakisht përpara zgjedhjeve të 11 maj. Në fakt, Ornela, të paktën në qendrën që ndodhem pra në rrugën Myslim Shyri, pak qaste edhe më herët kanë qenë 10 qytetarë, ata të cilët janë afruar kësaj pajisje dhe kanë qenë të interesuar për të parë se si do të procedohet, paçka se unë theksova se është një sistem i cili nuk po aplikohet për herë të parë, pra qoftë në njësinë numër 10, por edhe në Bashkinë e Vorës, megjithatë interesi nga ana e qytetarëve ka qenë i lartë. Paktën grup moshat e reja e kanë cilësuar si një pajisje moderne dhe një mënyrë shumë të mirë për të shtruar të drejtën e votës. Teksa nga ana tjetër, ata persona të cilët po themuni përkasin moshës së tretë kanë deklaruar se kjo pajisje moderne nuk është se ju përshtatet shumë, megjithatë ata e kanë gjetur veten edhe kanë kryer procedura dhe kanë theksuar që do të kthehen edhe gjatë ditëve të tjera për të parë edhe për të mësuar më tepër pra se si do duhet të ushtrojnë të drejtën e votës. Megjithatë, do duhet theksuar gjithashtu Ornela se nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë marrë të gjitha masat, pra ditën që qytetari do të shkojë të votojë, por jo vetëm edhe gjatë këtyre ditëve që po kryhet testimi, punonjës apo operator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë aty për të ndihmuar të gjithë qytetarët për t'u treguar pra se si do duhet të vijojnë me procedurat. Edhe ditën e zgjedhjeve, pra edhe në datën 11 maj, operatorët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jenë në terren dhe do të kenë mundësi ata qytetarë të cilët po themi hastin vështirësi të drejtohen operatorit, por duhet theksuar që operatorit do të ndihmojnë për sa i përket procedurave, por në mënyrë nuk do të ndikoj, pra në asnjë mënyrë në mënyrën se si do të votoj apo në mënyrën se kë kandidat apo koalicion apo parti do të zgjidhet, pra do të zgjidhet nga ana e qytetarit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Theksova edhe më herët që në njësinë numër 10 janë ngritur disa qendra të kësaj pajisjeve ku shumë qytetarë pra do të kenë mundësi të drejtohen për të mësuar më tepër. Një është këtu ku ndodhen në këto momente, pra në rrugën Myslim Shyri, një tjetër qendër ambulante, po themi apo një tjetër qendër testimi ndodhet në rrugën e Durrësit, një tjetër është shumë pranë Kishës Katolike pra në qendër të Tiranës, teksa gjithashtu për sa i përket Bashkisë së Vorës, edhe në qendër të Bashkisë së Vorës është ngritur një qendër testimi ku të gjithë qytetarët do të drejtohen edhe pritet të drejtohen pra për të marrë më tepër informacion sa i përket mënyrës së votimit elektronik në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, një procedurë e cila nuk është se po zhvillohet apo aplikohet për herë të parë, qoftë në njësinë numër 10, por edhe në Bashkinë e Vorës. Jonida, të falenderoj shumë për këtë demonstrim të drejt për drejt, për mënyrën se si mund të votohet elektronikisht nga qytetarët, uroj punë të mbarë në vijë. Të nderuar shikues, ishim në lidhje të drejt për drejt me kolegen Jonida Omeri, tashmë do të ecim me të tjera zhvillime inteligjenca artificiale po një shtrirje edhe në vendin tonë. Në Universitetin e Korçës do të përdoret në disa fusha dhe për këtë, ky institucion mori edhe mbështetjen e programit TIKA.
Ofrimi i një infrastrukture moderne për kërkime shkencore të avancuara, me fokus zbatimin e inteligjencës artificiale në disa fusha, nga studentët e Universitetit Fanoli në Korçë, ishte në fokus të një marrëveshje bashkëpunimi mes disa institucioneve. Mendoj fort që ky projekt do të jetë një hap i parë në Universitetin e Korçës që do të sjellë një përmirësim në